Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka thënë se ky përvjetor i 18 i pavarësisë është dëshmia që Republika e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm. Ai në fjalën e tij në Kuvendin e Kosovës, ku mbajt seanca solemne në 18 vjetorin e pavarësisë, tha se Kosova ecën drejt së ardhmes, duke mos harruar themelet mbi të cilat u ndërtua e ku theksoi se Shqipëria është me UÇK-n dhe komandantët e saj. Në emër të Republikës së Shqipërisë, ju uroj gëzuar ditën e pavarësisë. Çdo shqiptar kudo ndodhet, çdo familje shqiptare në Shqipëri a diasporë, sot ndihen pjesë e festës, e gëzimit, e urimit dhe krenarisë. Sot është një ditë e madhe. Sot Kosova mbush 18 vjeç. Në jetën e një njeriu, kjo është mosha e pjekurisë. Momenti kur ëndrat e fëmirisë marrin formën e përgjegjësisë. Në jetën e një shteti, ky përvjetor është dëshmia se Republika e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm, një shtet sovran. Kosova ishte vendi ku liria vritej, sot është vendi ku liria funksionon, ku liria frymëzon. Kosova e sotshme është një shtet i ri në vite, por me rrënjë të thella sakrificash, kontributesh dhe meritesh. Në këtë përvjetor, mendimi ynë shkon tek ata që nuk janë fizikisht mes nesh. Zemrat tona janë me dëshmorët e lirisë aty ku ata prehen. Por sot, mendimi ynë është edhe me ata që po përballen me një betejë të vështirë, të padrejtë dhe vendimtare në Hag. Historia e Republikës Kosovës nuk mund të kuptohet dhe as të shkruhet pa emrat e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe bashkëluftëtarëve të tyre. Ata që dje udhëhoqën popullin drejt lirisë, sot po përballen padrejtësisht me akuza të montuara në gjykatën ndërkombëtare, duke na bërë të gjithëve të ndihemi të fyer, të paragjykuar dhe të akuzuar. Ata, ushtria shtirimtare e Kosovës dhe të gjithë të tjerë që morën armët për të kërkuar lirinë për adeun e tyre, lirinë për familjet e tyre, për tokën e tyre, gjuhën e tyre, të drejtat e tyre, janë siç kanë qenë e do të jetë gjithmonë, kudo, kurdo e në çdo kohë simbole të lirisë. Ata janë memorie shtetërore e kombëtare. E vërteta nuk mund të tjetërsohet dhe historia nuk mund të rishkruhet e as ndryshohet, sepse liria ka emër, liria meriton respekt, liria meriton drejtësi, liria meriton mirënjohje. Republika e Shqipërisë është me UÇK-n, me komandantët dhe ushtarët e UÇK-s, me qytetarët e Kosovës me dhimbjen dhe zemrimin e tyre. Shqipëria ka qëndruar pranë Kosovës, Shqipëria qëndron sot krah Kosovës dhe do të qëndrojë jetë e mot me Kosovën.